Lutna. Përshëndetje. Të dua shumë të përqafoj shumë, por nga larg. Nga të shkoj? Aty, të lutem. E Fiona, faleminderit shumë që ke ardhur. A je sigur që duhet me vendosë që atë? Nuk lëviz? Maksimumi të vite këtë. Okej. Angst, pse ma bënë këto, edhe pse kom pas shumë qef me taku personalisht, me të komplimentuar, për ku po shkan, rrim. Shumë faleminderit për ftesën. E knaci që të kom këtu. Edhe me dy mysafir. Kush janë këta? Kanë emra? Jo, Gjarprit nuk i vendoset emër. Se? Interesante. Sepse Gjarpër është Gjarpër. Që nuk mund t'i vendosesh emër Gjarprit. Nga ti me Gjarpni, si e ke fitu këtë komoditetin, ose si e kem poshtë frikën që mu është të më kapi u edhe në qëto sekonda? Në fakt, ishte e vetë një gjë që unë doja t'a plotësoja tek performancat e mia, duke qenë që unë jetën time kam kaluar shumë Gjarprin, dhe thashë pse jo, ti marrë Gjarprin, ti bëjt pjesë të performancave të mia, dhe në fakt më mirë janë këto, se sa Gjarprin që shojmë gjatë jetës reale, kështu që deri në fund të emisioni do mësohesh, ti je sigur. Okej, shpresoj që po. Më falë që s'ta dash do ta të përqafimin, po do kujdesem kur ti lësh diku të përqafoj fort edhe të përgëzoj për atë videon e posh. Ishte jashtëzakonshme. E di që na e ke dhënë ekskluzive, sepse kjo ka ndodhur krejt këtë vikend. Po, të dielën. Është e pabesueshme. Po, të mbes veç edhe pak të Gjarprinjt. Këta janë të tut, i merr diku, kujdese dikush tjetër për ta? Unë marr tek një miku im që ka reptil Albania në Zvaranik. Reptil është në anglisht Zvaranikët në Shqipëri. Edhe ai kujdeset, domethënë që i rrit. Unë pastaj kam thjesht për pjesën e performancave. Edhe kujdesem kështu. Ta nuk janë të rrezikshëm, pra? Jo, këto janë Gjarprin dekorativ, sepse ndonjëherë kur shkon nëpër media e bëjnë me Gjarprin helmues, por jo, nuk janë helmues, nuk janë ma që e çmendur, sa duket. Janë thjesht Gjarprin dekorativ quhen, pra shtrëngojnë mbas trupit, ky është piton, por nuk ka fuqi që të të mbysi. Kështu që jashtë shtetit janë kthyer në komoditet këto tani, në vend të kafshëve të tjera shtëpiake, mbajnë Gjarprin. Si t'ja bëjnë ata që do donin shumë ta kishin nga një, por me këtë fobin nuk arrin ta menaxhojnë dot? Mësohesh, sepse dhe unë të merri kisha me thënë drejtë. Apo? S'ke qenë kështu gjithmonë, a? Jo, unë gjithmonë kam pasur shumë dëshirë që ti luftoj këto fobirat e mia. Gjarpri është një nga ato edhe realisht jam ambientuar, për në shtëpi nuk e dua. Gjithsesi në shtëpi natën nuk e dua. Natën jo? Okej. Në shtëpi nuk e dua. E don rehatin tënde. Po pse nuk lëviz ky tjetri? Po, në fakt tani nuk është dhe periudha e Gjarprit